Mirë mëngjes të gjithëve, ju përshëndes përzemërsisht dhe ju uroj që kjo ditë të sjellë shumë bashkësi në të gjithë ecurinë tuaj, në çdo gjë që e blatoni me dashurinë e zemrës dhe fuqinë e shpirtit. Gjithmonë në këtë mikrofon dëshiroj të sjell ecuri, dëshiroj të sjell sfida të bukura dhe realizuese në ecurinë e njerëzve që mbartin përgjegjësinë e vlerave që transmetojnë. Festivali i muzikës moderne mbriti në edonin e tij të natë. Tashmë një traditë e përvitshme në skenën e madhe Shkodër, që i drejtohet spektatorëve dhe që jep në këtë skenë zhanre të ndryshme të muzikës moderne në drejtimin e dy formacioneve orkestrale, Big Bandit të drejtuar nga kompozitori Gjon Shllaku dhe bendit të drejtuar nga kompozitori Markelian Kapidani. Një respekt shumë i madh për ecurinë dhe vazhdimsinë e këtij aktiviteti të përvitshëm që sjell natyrisht një qasje kaq të bukur që spektatori shkodran ka ndjeshmërinë dhe kënaqësinë ta ndjek dhe ta levroj në mënyrën e tij në ndjekje. Si vjet ka disa të veçanta. Ndaj unë së bashku me të ftuarin tim, i cili është kompozitori Gjon Shllaku, drejtor artistik i këtij festivali, do t'i zbulojmë në bisedën tonë. Nadia, mirë Gjon, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Kënaqësi që lançojmë aktivitete, produkte interesante dhe të bukura që ndjeken Festivali i Muzikës Moderne, s'është gjë tjetër veç se një dhuratë që jepet spektatorit të Shkodrës gjithmonë në periudhën e verës, duke krijuar kështu një mundësi shumë të mirë për ta ndjekur. Sigurisht detyra jonë është kjo. Në gjitha fushat e artit kemi mundësinë gjithë secili për artistëve dhe organizatorëve të qytetit tonë e kanë mundësinë të japin diçka të veçantë në këtë periudhë. Është periudha kur afrohen, si më thanë, pushimet e para, e dyta. Shkoda është e mbushur me të ardhur, me njerëz që vinë për të të afërmit të tyre dhe përveç të tjerave, përveç bukurisë edhe mallit për qytetin, ato shujnë dhe kurreshtin ndoshta edhe kënaqësinë e tyre e drejtojnë tek aktivitetet që bëhen. Prandaj kjo është periudha në të cilën kanë efekt më të madh aktivitetet tona. E në vazhdimsinë e kështu kemi me diferenca të vogla. Ju punoni parashtur në të gjitha etapat e vitit dhe për këtë dua t'ju përgëzoj për energjinë, për vullnetin dhe kontributin e vyer. Ndërkohë që në kryet e herës dëshiroj të jap një lajm, një anoncim që lidhet pikërisht me këtë aktivitet. Për 2 net me radhë në skenën e teatrit Migjeni, pra të shtunën dhe të dielën. Por me një ftesë të hapur për spektatorët, gjë që do të thotë një hyrje e lirë që tregon qasjen e njerëzve që kanë për muzikën moderne. Apo jo? Shumë e vërtet. Ne në parim, si shoqat që jemi, shoqata kulturore artistike për nga kova, e ka si detyrim që në eventet e saja të ketë hapësina për gjithë publikun. Por në rastin tonë, kjo falë edhe një mësina e Bashkia e Shkodrës, ne kemi një institucion, që është Teatri Migjeni, i cili operon në funksion të aktivitetit tonë dhe si që kemi kërku edhe ato na kanë dhënë hapësinën për të qenë hyrje e lirë, sepse kjo do të bitë në kontradik me atë që kemi bërë deri tash, sepse ne kemi kombinuar në përgjithësi ambientet e jashtme të qytetit me ambientet e brendshme, pra me teatrin Migjeni. Por në këtë rast, me që muzika ka një karakter krejtësisht të ndryshëm këtë vit, edhe kërkohet që cilësia e saj të jetë sa më maksimale, në mënyrë që produkti jonë të jetë i qëndrueshëm, regjistrimi të jetë i nivelit shumë profesional dhe gjithashtu
edhe endja e këtyre netëve është krejtësisht e veçantë që kërkon një qetësi gaditush në ndjekjen e saj. Ambienti i jashtëm krijon më tepër atë atmosferën e madhe dhe festive, kurse ambienti i menshëm, siç është teatri Migjeni, krijon atë seriozitetin dhe përqendrimin e madh në të spektatorit, në atë që dëgjon në skenë. Në shtjellimin e kësaj që do të vi në vazhdim, do të bindemi se është arsyeshme. Po bën shumë kurioze të dim thelbin e gjithë këtij produkti artistik, që është përmbajtja, muzika që do të luhet edhe këndohet në këtë festival. Pikërisht kjo ishte arsyeja mase që na ka shtyrë për me u fut në këtë ambiente speciale, sikur që është teatri Migjeni, për arsye se në këtë vit, në natën e parë, do të bëjmë një histori të muzikës moderne, një historik të muzikës moderne në qytetin e Shkodrës. Duke sjellur rrugtimin e saj në breza, shumë e bukur. Pa dallim të epokave, sepse në epokat ndryshme muzika bashkëkohore asaj epokës është moderne për cilësinë e saj që ka deri sot. Pra, nëse e marrim historikisht muzika baroke në periudhën kur ajo u kriju patmajet e veta dhe ishte moderne për kohën, sikurse muzika klasike ishte moderne për kohën e vet. Ndërsa në kohën tonë, kur rrymat arrin kulminacione të vazhdueshme edhe përthyrje, atëherë këto modernizma dhe që shumohen, po që në fundit mesin vetëm ata që kanë vlerat vërteta. Dhe edhe tek muzika moderne, ne sikurse e biseduam më parë, tek stilet të ndryshme, tek format e ndryshme të trajtimit të tyre, japin rrymat e mirënjohura të muzikës moderne. Ka qenë sfiduese pikërisht një këndvështrim i tillë që të përmbledhni, sepse siç e shoh edhe në filozofinë e këtij konceptimi është një muzika moderne mes traditës dhe të tashmes. Pikërisht. Duke dashur me bë një përshkrim të asaj që është thelbi i festivalit ton, ky festival nuk ka lind në një hapësinë boshe. Festivali i muzikës moderne masa është një shprehje shumë e gjanë, shumë e hapun. Sepse moderne është ndryshon si mas epokave. Prandaj ne do të tregojmë këtë herë se cilat janë pikërisht bazat me cilën kjo muzika bashkëkohore ka ecë në qytetin e Shkodrës. Dhe ne marrim në një formë pak a shumë, si thosh, nata e parë do të jetë një formë nostalgjike e asaj që ka kalu dhe mund të trajtojmë në formë kronologjie gjitha ambientet ku u bë muzika moderne, duke filluar qysh nga vitet e hershme. Shumë interesante. Po, sepse kjo nuk njihet shumë mase nga të rit, të cilët në një rast mase jo se kujtojnë, por ndjekin muzikën bashkëkohore dhe nuk hedhin një vështrim në atë të kaluar, po qyteti jonë pikërisht këtë ka vlerë, sepse në çdo epokë, në çdo periudhë, duke marrë që para vitit 45, edhe në vazhdim, pavarësisht pengesave të mëdha që ishin, muzika moderne gjeti formën në mënyrë institucionale, sepse në formë private njerëzit mund të ndëgjojnë muzikë, pavarësisht se kohë këtu ishte edhe forma private e reduktuar, por mund të ndëgjojnë, por për më tepër mund të interpretojnë dhe kjo ka ndodhur në qytetin tonë. Kuriozitete që ndoshta duhen vështruar me shumë kujdes dhe interes të madh, apo? Absolutisht, ne kemi gjetë disa forma për ta risjellë këtë. Në radhë parë, ne përkujtojmë nëpërmjet intervistave të njerëzve që e kanë jetuar kohën, nëpërmjet dokumentacioneve të ndryshme, nëpërmjet interpretimeve të muzikës moderne në fazat të ndryshme të saj dhe nëpërmjet grupeve të rëndësishme që kanë funksionuar në qytetin tonë. Ato ishin zyrtarisht të njohura, pavarësisht se kjo ide ka filluar qysh në kohët e përparshme. Bie fjala, ne do të tentojmë të bëjmë një përmbledhje historike të gjithçkaje të mirë që ka shkruar në rreth para viteve 45. Tuk flasim shkurtimisht për shoqëritë, që është shoqëria Bogdani, Rafat, Vllaznia, të cilat ishin formacionet e para urbane.
të cilat kishin vlerat e jashtëzakonshme se përmbledhin artist amator, por që arritën të formojnë gjithmonë e më tepër shijen e kultivuar në Shkodrën tonë. Pavarësisht se qyteti i Shkodrës shquhet për një shije dhe për trajtimin e muzikës popullore e qytetare, për muzikën bashkohore dhe moderne pikërisht ndikun mjaft mirë këto shoqata. Këtu ka grupe konkrete, këtu ka ansamble konkrete, këtu ka banda frymore, bie fjala, janë orkestrinat e ndryshme të karakterit modern, koret e tjerë, por ne do të hym vetëm tek pjesa moderne e këngës edhe muzikës dëfryse që është e lidhur. Gjithashtu, do të kalohet në mënyrë të menjëhershme në institucionet kryesore që u krijuan në mars 45. Natyrisht, siç po shoh, është një udhtim në vite, por patjetër që do desha të dija për shembull si do ta ilustroni këtë periudhë me një këngë ose me një motiv që i drejtohet pikërisht kësaj kohe. Absolutisht. Në ecurinë e natës së parë ne kemi mbi 12 ndërhyrje muzikore, të cilat janë interpretime të drejtpërdrejta në skenë. Dhe kanë qenë në një mënyrë jo vetëm në atmosferën aty në viteve, por në atmosferën aty në viteve, në materialet muzikore të ardhura në formë moderne në kohë. Për fatin tonë, na kena edhe mjeshtra si Markeljan Kapitani, edhe instrumentista të tjerë, të cilët këtë punë e bojnë me qetësinë më të madhe, me bukurin më të madhe. Është fusha që dinta lëvrojnë kaq bukur. Sikurse marrim edhe këngët tona të krijuara në periudha të ndryshme, të sjellura në interpretimet bashkëkohore, dhe kështu pra këto vijnë për herë të trajtuara, nuk humbasin dhe këto bën frymëzim sidomos për të rit, të cilët janë pjesë e rëndësishme e aktivitetit tonë. Ajo që po dalloj shumë është se këtu ka shumë Shkodër, të cilën e dum, pak kanë lokalist, por që hynë në atë historik që ju jo vetëm i drejtoni vëmendjen, por e lëvroni e leni të freskët për mos me humb asnjëherë dhe përkundrazi për më u ridimensionu në kohë. Absolutisht. Kur kujtojmë diçka të kaluame, kujtojmë një diçka cilësore, kuptoj. Në radhë parë, frymëzuese në radhë dytë për kohën tonë, sepse ne nuk mund të mesim ishte, aja ka lënë futet në libër edhe nuk ka vlerë aktuale. Kurse ne, duke sjellë për shembull, themelimin e Radio Shkodrës në vitin 45, sepse është institucioni që unë e du shumë, sepse është i lidhur mas edhe me disa kujtime personale, sepse Radio Shkodra në atë kohë kishte dy drejtues kryesor që ishte Edna Shullako i Mat, i drejtues artistik i kësaj, dhe më vonë edhe Çesk Zadeja, mësuesi im. Kështu që formacionet të cilat luanin, interpretonin, ishin të drejtpërdrejta, të gjalla. 81 vjet Radio Shkodra. Edhe luanin muzikën, qoftë muzikën qytetare e popullore, ashtu edhe muzikë të lehtë, të ndryshme, të marrur nga vende të ndryshme, gjërat më pikante që ishin të lejueshme për atë periudhë. Pavarësisht se kishte një censurë të madhe, sepse historinë politike të asaj kohë nuk do ta bëjmë, por do të themi që kishte censurë të jashtëzakonshme. Aty u gjet mënyra që për një formë edukative muzika jonë të jetë një cilësi së lartë, bie fjala. Edhe muzika e hemut që bëhej në ato ambiente të Radio Shkodrës u trajtu në formën më të mirë. Kishte grupe të kësaj natyre, por kishte edhe grupe të muzikës moderne, të cilat luanin, edhe kush ishin instrumentistat, Leonard Deda, Tish Daia, Imat, më vonë pastaj edhe këngëtar të njohur siç ishte Gjergji Ludovic, këngëtari Nikolin Gjergji. Është më vonë. Këngëtar më të shquar të kohës, ato këndonin, edhe fati i keq është që ato ingjizime nuk rrëshin sepse bashin. Ja, ishin drejt për drejt. Në të njëjtën kohë, një fushë tjetër që u hap evidentohet në qytetin tonë ishte
hapja e shtëpisë kulturës. Shtëpia e kulturës përmlodhi të gjithë elementet më të mirë, instrumentistë dhe këngëtar, me në kry drejtuesin e mrekullueshëm edhe të pavdekshëm Pargjakova, të gjithë artistat e tjerë u mlodhen aty. Dhe përveç pjesës kryesore që ishte muzika serioze, që arriti me Dashmën Shkodrane, në hapin e parë të saj, mas gabon në 46, 47, që u vu në skenë, por filloi të dalë edhe jashtë sferës së kësaj muzike serioze. Filloi të nëpërmjet grupeve dhe këngëtarëve të ndryshëm të hapet edhe në lokalet e ndryshme qytetit. Ishte Kafja Madhe për shembull. Ne kemi evidentuar me shumë seriozitet të gjithë këtë rrugtim, duke mos harru atë sa kemi pas mundë, bile unë paraprakisht kërkoj ndoshta të falem për në një emën që ndoshta ne për mungesë dokumentash nuk do të arrijmë ta përmendim gjatë netëve, por fillesa e muzikës së dëfryse në formë zyrtare, që u mbështeti nga shteti, ka filluar te Kafe Moska. Ne kemi të dhëna të mira për të dhe ajo do të pasqyrohet. Dhe e bashkuar me muzikën që luajnë atë kohë. Në vazhdim, nga Kafe Moska, ajo orkestrinë e kompletume, si thosh, kaloi te Kafja Madhe dhe Lulishtja më vonë, sepse në periudhën e dimnit bëhej te Kafja Madhe, pastaj dile jashtë tek Lulishtja 1 maj përballë. Ishte një grup i kompletuar prej 7 elementesh, pra i cili trajtohej edhe në formë honorarësh nga në atë kohë nga ndërmarrja ushqimore që ishte ushqimit social që quhej, ashtu. Përveç kësaj, në një periudhë tjetër, në afërsi të kësaj ishte turizmi i vjetër, ku kryesisht luanin instrumentista të rinj, dhe të gjitha këto funksiononin në ditë të ndryshme, para ndeshtin e tjetrës, dhe një dashamir Shkodran kishte mundësinë me ndjek ndoshta një natë te Kafja e Madhe ose te Lulishta, pastaj shkoi te turizmi i vjetër, dhe kjo funksiononte gjatë, këto funksiononin gjatë gjithë vitit. Këta ishin laboratore të formimit, masa të shijeve qytetare, sepse aty luhej, pa egzagjerime, gjithçka e mirë dhe bukur që mund të filtrohej për të ardhur në qytet tonë. Pavarësisht se kishte kufizime ideore të këtyre periudhave, deri në vitin 60-61, kryesisht ishin të lidhur me vendet socialiste dhe muzika ishte më e hapur. Pastaj pat periudha të kufizimeve të mëdha, që arrin deri te ajo më drastike, që ishte viti 62, kur jo vetëm që u ndalu rrepsisht çdo muzikë bashkohore, por aty patmandaj edhe ato hatanat e mëdha pasoja. Ja pra që një udhtim që lidhet me traditën në Shkodër, duke sjell atë në formën më elegante nëpërmjet tingëllimit aktual të kohës, gjë që pasqyrohet edhe në lojën orkestrës, por edhe në interpretimin e këngëtarëve apo jo. Po, edhe një gjatë desha me thënë, karakteristike ishte se pse ishte e lejueshme gati thush në periudha të ndryshme kjo muzikë bashkëkohore që mund të dëgjohej në radio, po që edhe luaj aty. Parasysh se këto nuk futnin këngëtarin. Formacionet ishin instrumentale. Pra aty mungu fjala, ishte e mujtun që muzika të ndëgjohej, por fjala sepse aty kënoheshin të gjitha fituesit e Sanremos. Bie fjalë që ishin shumë të negëna në Shkodër. Ishte një skenë profesioniste. Absolutisht. Ato ishin profesionista, ne do i trajtojmë gjërësisht, po këtu vetëm sa për një ide, ishin njerëz të cilët merrnin partiturat origjinale të kësaj muzike dhe i luanin për formacionin e vet. Por vetëm fjalën jo, nuk këndohej. Dhe kjo ndoshta i hiqte pak atë idenë asaj që po fliten fjalë për kapitalizmin e për një botë tjetër që nuk na përkishte ne. Prandaj kjo ishte një mënyrë gati thush kamufluese
Pra, e të vërtetës. nata e parë është një rrugtim. Absolutisht kjo është një në gjanat ma të bukura, por që Më të veçanta që asnjëherë nuk është. kjo është një filles që ne nuk do ta rreshtim kur në edicionet e ardhshme, kjo do zgjanohet, do të përmirësohet, do të fuqizohet shumë më tepër, sepse kemi tashmë një kohë. Me thënë të drejtën, kjo ide jo se nuk ishte e nënkuptuar në festivalet tona, sepse ne nuk fillum të partë, ne nuk ishim nga hiqi. Big Band me kujtohet që në vitin 72 një që ne do ta gjërësisht regjia nuk na keni transmetuar insertet. Insertet kanë këtë rrugtim paksa, ju lutem, janë video të shkurtra, por që mund ta ilustrojnë shumë bukur profesor Gjonin në këto momente. Pa janë formacione të natyrës krejtësisht moderne, të cilat funksionun për pak kohë, sepse në 72 që shkon nërprej. Përveç kësaj, ne do të kemi dhe papritëra shumë të bukura, ku do të kemi dhe më thanë këngëtar apo grupe që paraqesin konkretisht në përmet edhe figurës e tyre një të kalume. Që do thot janë edhe të stilum, si mas asaj... Sigurisht, ato do të paraqiten personalisht në skenën tonë, po ja lam kohësh për ta zbuluar se kush janë këto artistë. Sepse natyrisht kjo kurreshtje do të bëjnë që drejtimi drejt skenës, drejt sallës së teatrit Migjenit të jetë me shumë dëshirë nga spektatori që do vi. Patjetër, sepse ky nuk është një festival që është një gjithçka e papritur për qytetin tonë. Ka shumë njerëz që shpesh herë na kanë thënë kur është këtë vit, sepse ne zakonisht e kena bërë një periudhë më të avancuar, kur zhvillohet etj. Janë shumë të interesuar njerëzit. Dhe nëpërmjet emisionit tuaj ju falenderoj shumë, sepse edhe një herë, sepse po të jetë puna që më thonë, po mirë nuk na lajmërove, i tham në ishin Radio Shkodër, patjetër. Edhe kështu që aty jepen informacion. Në një farë mënyre e kemi marrë përsipër që të jemi një dritare e qytetit me shumë ecuri. Dhe kjo është diçka jashtëzakonisht e bukur. Këngëtarët janë të rinj, janë pikrisht nga qyteti i Shkodrës, gjë që sjell vlera që ka ky qytet, apo ka një hapësinë ende më të madhe. Ne kemi tentuar si gjithmonë të marrim maksimumin për elementeve qytetit tonë. Kjo është kryesorja dhe për mendimin tim në gjitha fushat na do të tentojmë që të mos lehen të anashkalum. Absolutisht. Jo gjithë mund të përfshihen, sepse këtu ka artistat të mrekullueshëm. Po që kanë fare të ndryshme. Absolutisht. Edhe faza është masa i grim e ngarkuar, sepse ata përveç punëve shtetënore që i bajnë shumë raste janë edhe me problemet private. Me që kja bëhet shtunë dile janë edhe disa mundësi që ato i bajnë. Por me thënë drejtën, unë jam i gëzuar dhe i kënaqur që këtu kam artista të mirë që ndoshta i rikthehen, bie fjalë, du me fol për Aleksandër Tuken, i cili rikthehet në një formë miku im i vjetër. Po shkëlqeni Nikol në piano, Sandri këtu. Një farë mirësi për ne, sepse është njeru që më ka ardhur afër gjithmonë në këto tendencat në muzikës moderne dhe ka treguar veten në shumë raste. Gjithashtu kam Eugen Markun që unë e qmoj shumë. Eugenin, Eugen Marku është një këngëtar i ri, por që ka vlera të jashtëzakonshme. Ademirin, është studenti jon i hershëm, pjesëtar i korit polifonik Pargakova, por që në mënyrën e tij krejtësisht moderne dhe të thjeshtë. Sa bukur që keni trokitur në këtë prizëm artistik. Muzika që ne përzgjedhim është një karakterit profesional, me thënë të drejtën. Edhe për më tepër, kur punon me Markelian Kapidanin, të gjithë ata i shtrëngojnë rrypat, sepse muzika kalon nivele krejtësisht më të larta. Nuk bëhet fjalë këtu për një... Profesor Markeliani ka standardin, si gjithë ju. Absolutisht, këngëtarët më të mirënjohur të reja, Erda Pirani, bi fjalë, këngëtare edhe jo pjesë e grupit tonë. Po ka knullet e Lulebora. Sigurisht, po ka knullet këngët e Ergysi, që është një nga bashkëpunëtorët kryesor tonë, se mas harroj me thënë që gjithë ky konceptim i kësaj nuk mund të ishte ba, sepse unë me thënë të drejtën
drejtues artistik do të vehet dikush, po drejtues artistik mund të ishte gjithkush për atyre që janë bashkëpunëtorë të mi. Sepse ne gjithçka bëjmë në konsultim. Njeriu më i thjesht mund ta japi një mendim shumë dyvyer, po ty kanë profesionista, unë stafin e kam. Ja, të shohim këtu nëse do t'i lexojmë nga afër gjithë këto emra, janë edhe një herë mund t'i përmendim drejtor artistik Gjon Shllaku, drejtor organizativ profesor Drejtan Mlika, drejtues i bendit Markelian Kapidani. Nuk e di, nuk e shikoj për këtu, po ju mund t'i kam edhe miq të tjerë, Grëngrami që ti bashkëpunon prej kohësh, konsulent artistik, konsulencën artistike. Pra janë njerëz artista të cilët unë kam pas fatin, kam edhe Rozafen Shpunza, e cila gjithmonë afër, në rrin dhe njeriu i vlerave. Pastaj kemi edhe një mike shumë të mrekullueshme e të mirë të televizionit ton. Prezantuesja Linda. Kështu që ju jeni një është një staf i konsoliduar. Ne mendimet i kemi të përbashkëta, veprimet i kemi të përbashkëta, edhe shpresoj që edhe suksesin si gjithmonë ta kemi të përbashkët. Kështu. Dume e thanë edhe një herë, se mas e përmenda shkurtimisht, është një vlerë e Komisionit kulturor të Bashkisë Shkodër, që na vlerëson edhe në mënyrë të vazhdueshme. E kemi rimarrë. Kjo është edicioni 3 i rimarrur, sepse në edicionin e 6 ishte ndalu, Festivali Muzikë Shmodër, është rimarrë dhe ne jemi mundu ta justifikojmë, ta çojmë përpara, dhe këtë vit besoj se do të shërbejmë Shkodrës më shumë, për të përgatitur për edicionin 10, i cili shpresojmë të kthehet një traditë tashmë zyrtare të qytetit, pavarësisht sa është zyrtarizuar nëpërmjet akteve që vetë drejtuesit e Shkodrës i kanë dhënë kësaj mbështetjes që i kanë dhënë. Shpresojmë të jetë një diçka sikur aktivitetet që janë shumë të mirënjohura në qytetin tonë, bashkuar me ndërmendje festivalin Lulebor, stacionet artistike. Unë shpresoj se kjo e ka vendin e vet, duke qenë një edicion i 10 në vitin e ardhshëm, që koincidon edhe me një hap historik mase, sepse është 30 vjetori i shoqatës kulturore artistike Prangjakova, viti 2007. Mos harrojmë se është ndërtuar në vitin e tmerrshëm të 97-s dhe sot në vitin e ardhshëm pra mbushin plot 30 vjet. Shumë respekt për punën, për angazhimin, por mbi të gjitha për pasionin dhe dashurinë për Shkodrën. Për ndryshe këto gjana nuk do të kishin mbet në mes të rrugës, përkundrazi, apo ja. Natyrisht keni sjell shumë interpretues, të rinj, por edhe pak më të hershëm se të rinjt, se nuk janë të vjetër përderisa këndojnë pjesa e 30. Në këtë rast, pjesa e 30 është e konsoliduar tashmë, sepse ishim në kërkim, sepse kërkojmë që të rikat shumë që bëjnë muzikë, por kërkojmë ato që janë më me cilësi në këtë orientimin që japim ne, sepse është muzika moderne, kur flitet, ti nuk mund shkosh aty edhe të nëgjosh një aranxhim të thjeshtë, normal, të zakonshëm, do të nëgjosh diçka të veçantë. Dhe ne kemi këtë luks, e përmenda disa herë, sepse është dora e Markelianit, i cili me shumë kujdes i ndërton. Po kemi edhe vajza të reja, siç është Dezi Zylja. Dezi, po. Unë kam njohur me thënë edhe në një rast një konkurimit, por që ajo u tregu shumë e gatshme dhe e falenderoj shumë edhe për shnes për me marr pjesë këtu. Kemi edhe Vike Haxhin, e cila është një prej pjesëmarrësve aktive të formacion të festivalit ton, edhe kjo me shumë dëshirë edhe pavarësisht sepse ka një fushë tjetër që ajo ndjek e punon, ajo e vazhdon. Ti do jetë? Nuk ka mundësi sepse ka diplomen. Kujtova, e urojmë sukses e Gitit. Na mungon, mu mungon e si fëmijë, se janë ndaj, por edhe dyta mungon edhe si artiste këto. Por kjo do të plotësohet sepse këtë vit, sidomos në natën e dytë ne kemi nivelet e larta pastaj, sepse me thënë të drejtë ne kërkojmë, hulumtojmë gjatë kohëve.
nga mundësit që kemi, që nuk janë gjithmonë maksimale, sepse mbështetja për të marrë, bie fjala, ne patëm mundësi të tjera, dhe kishim disa artistë performues që vinin nga Italia që ishin në nivelit internacional, të cilët bashkohesh, po jo se janë më pak të tonë, sepse ne kemi plotësu nivelin, dhe eksperienca që është kriju në vitet e kalume, ban që ne më zbim kur në nivelin e vitit që ishte më përpara. Pra në qovë se një vitin e kalume, ne patëm disa instrumentista shumë të shqumë, se të ishin të ri, po që i dha një eksperiencë. Dhe këtë herë, ai nivel, ajo stek mbetet aty ku ishte. Pavarësisht ata fizikisht nuk kemi pas mundësi praktike për t'i ftu. Dëshira e tyre është për të ardhur. Dhe shpresojmë që në edicionin tjetër. Ka këngëtar për te Shkodrës? Nata e dytë është e menduar një spektakel me të vërtetë të cilësisë së lartë. E para është narrative dhe njëkohësisht një kujtesë mi bukurinë e muzikës moderne në qytetin e Shkodrës, në vitet edhe në periudha të vështira. Sepse ky do të ketë një spektator pak që ka jetu në vite, dhe kjo është Shkodra, sepse gjen publik për të gjitha llojet e artit. Është e çuditshme se më me interes se gjithë po e ndjekin natën e parë sidomos të rit. Ato donë me di se çfarë është bërë përpara, se janë instrumentistë, janë këngëtar, dhe donë fakt me pasë. Si është e mujtë, po mirë, festivali Sanremos ishte një periudhë, mos viteve 70, nuk mund të dëgjoj, ma zyrtarisht nuk lejoj. Aty bie fjala këngët në gjoshin në ditën, në qoftë se marronin këtë javë, javën tjetër ishin ashtu. Edhe kena pas psu. Prandaj kjo është një gjë tepër interesante, dhe ne vime në nivel të lartë interpretimit, ku në maksimumin e vet janë big band me një repertor të shqumë internacional, të viteve të ndryshme, që trajtohet në materiale thjesht të big bandit, por edhe të kënuara, në ndihmë të këngëtarëve, të cilët kënojnë. Pra ka edhe instrumentale, njëkohësisht. Po përveç kësaj, që big bandi është si thosh qershia e këtij festivalit. Ne kemi edhe fruta të tjera të mira, se s'po them, kemi një grup jashtëzakonisht të mirë që vjen nga Malizi. Dhe është Lobelico, quhet ky. Është me 5 element, të cilët këtojnë një muzikë jashtëzakonisht të bukur, moderne, internacionale. Janë të ftuar, janë miqtanë, sepse ne I kemi njoftë, sepse në përbamje aty ne kemi edhe një bashkëkombës tonë që është një shqiptar, instrumentist, edhe kanë marrë në Akademinë e Cetinës, që kemi lidhje të vazhdueshme. Janë profesionistë të vërtet. Këto do të jenë të ftuar. Njëkohësisht, Markelianit është I del me veshjen e vet nëpërmjet asaj që ne themi FMM band. Ai ka çdo vit zgjidh artista të ndryshëm dhe performon, dhe kryesisht jena me forcat e qytetit. Ne nuk tentojmë kur për medal, kur kena forcë për me marr nivelet e duhura në qytet, e bëjmë. Kur s'kena mundësi dhe do na muzenu, atëherë I ftojmë për Tiranës, për jashtë etj. Përveç kësaj, pra do të kemi edhe një ditë papritur shumë të bukur, sepse na shfaqet për herë të parë një kuartet trombonash. Janë 4 instrumentista të qytetit tonë, të mbledhur sepse kohët e fundit një prej tyre s'po du me dhënë emra, ka ardhur edhe nga jashtë, nga emigracioni, ka ardhur në Shqipëri, jashtë bashku këtij grupit, dhe ato kanë një surprizë jashtëzakonisht interesante për publikun që do të zhbulohet vetëm natën e dytë të festivalit. Një tingëllim e jashtëzakonshme. Është shumë bukur. Diçka që ka qasje, ka rranj, ka traditë, ka lullëzim në këtë vend që quhet Shkodër. Edhe që I mbledh artistët për çdo vit në këtë festival shumë të bukur. Edhe që ky festival bën pjesë në atë mozaikun e mrekullueshëm artistik veror të Shkodrës tonë. Apo ja? Sigurisht. Ne këtë tentojmë, sepse në qoftë se
nuk do të kishin një fantazi në ndërtimin e atmosferës e festivalit, bie fjala. Ideja për të fut në epokat e ndryshme të interpretimit dhe artistave të muzikës moderne në qytetin ton, mase a di si ka lind kërësisht rastisht. Ka lind nga dëshira e një artistit, një instrumentistit ton, dy artistave të qytetit Shkodrës. Nuk po japem në, sepse vetëm kanë thënë, për modesti më thonë ma se për menemin, që thotë, kena qef me kujtu dy miqtë tonë, që janë Ferdinand Shwaku edhe Carlo Radoja, të cilët ishin instrumentistat të këtyre grupeve, nderuese, por që nuk jetojnë më, edhe keqardhje e madhe për familjarët, për ne, për gjithë tjerë. Dhe kjo ide pastaj erdhi u fishu. Po mirë, këto dy sigurisht që do t'i kujtojmë. Po çfarë do të kujtojmë tjetër për Shkodrën e hershme? Atëherë kështu ka lind kjo. Kjo ide ka lind kështu. Dhe ne përveç këtyne kemi edhe dy figura tjera shumë të rëndësishme, të cilat i trajtojmë këtë herë në mënyrë të veçantë, që janë Nash Bilishi dhe Leon Barova. Janë dy artistat të cilët i kanë dhënë shumë muzikës tonë dhe në këtë rast do të trajtohen në formë të veçantë, aq sa është e mundur brenda këtij nderim shumë i madh për artistët e Shkodrës, për ata që dhanë kontribut dhe lanë gjurmët e tyre në këtë qytet që të mos harrohen. Mirënjohje për ju që keni ditë me i sjell në kohë, mos me u harru, por mi dhanë ata vlera që ata i kanë. Gjon, të falenderoj shumë. Unë e di që biseda me një njeri të pasionum dhe një njeri që punon çdo ditë është e pafundme, sepse e tillë është edhe veprimtaria, e tillë është edhe Shkodra, por tanve po i drejtojmë një ftesë për të shtunën dhe të dielën në orën 19 në Teatrin Migjeni. Hyrje e lirë, muzikë e bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Suksese gjithmonë. Faleminderit.